Përshëndetje dhe selam aleikum. Në këtë video do t'i përgjigjemi një pyetje e cila është parashtruar, pra a e din xhindet ose shejtanët qëllimin ton, pra në jetin ton, zemrën ton, shpirtin ton dhe të brendshmën ton, pra, e cila përfshihet tek gajbi. Do t'ja nisim me atë të ashtu quajtur, pra, që a e din me lajket, pra, se çfarë kemi në zemrat tona, dhe pastaj do të parashtrojmë dhe pjesën e xhindve për të përfituar inshallah nga të dy anët, pra dhe rreth melekëve dhe rreth xhindve. Bismillahirrahmanirrahim. Do të shikojmë në surën Kehf nga ajeti 16, në një sure tjetër po ashtu do sillim argumente, pastaj një shpjegim të Ibn Taymiyes Allah mëshiroft dhe do ta përmbyllim. Allah Madhërisht thot në surën Kehf ajeti 16: Ne kemi krijuar njeriu dhe ne e dim se ç'është shpërit ai në vetvete. Ne jemi më afër tij se ta marrë qafës së vet. Pra Sheikh Sadi kur e sqaron këtë ajet thot Allahu i madhëruar na tregon se ai është i vetmi, pra krijues, dhe është ai që e krijoi njeriu. Ai është i gjithditur për atë që ka krijuar, madje Allahu din hollësi dhe atë që njeriu përshpërit në veten e vet. Ai di atë që e shfaqem dhe atë që e mbajmë, pra fshehurasi. Allahu subhanahu wa taala nuk i fshihet asgjë në qiell, po ashtu dhe në tokë. Sado e vogël që të jetë ajo. Ai është mbikëqyrësi, gjithshikuesi, dëshmuesi i gjithçkaje që ndodh në gjithësi dhe që vetë e krijoi Allahu i Madhërisëm. Po ashtu në ajetin e 17 Allahu i Madhërisëm thot dy melek që ndrojnë pranë tij, në të djathtë dhe në të majtë. Ajeti 18: Njeriu nuk thot në një fjalë pa pasur pranë një regjistrues të gatshëm. Pra shikojmë, kemi dy melajke të cilët shkruajnë veprat, djathtas dhe majtas. Po ashtu, pra njeriu nuk thot diçka e cila të shpëtoj, pra pa e shkruar ata. Të shikojmë në surën Infitar nga ajeti 10 deri në 12 dhe të shikojmë analizën bashkë me ajetet e mësipërme. Pa dyshim, thot Allahu i Madhërisëm, mbi ju që ndrojnë rojet, ata janë shkrues të ndershëm, ata dinë gjithçka që bëni ju. Sheikh Sadi Allah mëshiroft thot, ata shkruajnë me përpikmëri çdo fjalë dhe vepër tuajën, të cilat ata i njohin me imtësi. Këtu hyn dhe veprat e zemrës dhe veprat e gjymtyrëve. Për këtë arsye ju duhet të tregoni respekt ndaj pranisë së këtyre rojeve, pra këtyre me lajkeve të ndeshëm. Ju nuk duhet t'ia lejoni vetes, pra veprat e këqija, pra pranë tyre, sepse ata janë pranë jush dhe i shënojnë veprat tuaja, por turpi juaj duhet të jetë më i madh ndaj të gjithditurit, pra Zotit botrave, që ju vështron dhe di me imtësi se çfarë shfaqni dhe çfarë mbani të fshehur në shpirtin tuaj. Dijeni se nuk janë një lloj të mirët dhe të këqijt, të ruajturit nga të këqijat dhe të shfrenuarit në gjunahe dhe mosbindje ndaj të madhëruarit. Pra këtu kuptojmë që Allahu i Madhërisëm pra u lejon me lajkeve, pra që ta din pra dhe të brendshme në njeriu, po kjo nuk përfshihet tek gajbi i gjithdijshëm, pra që di Zoti i botrave. Edhe këtë na e sqaron dhe Ibn Taymija, Allah mëshiroft, pra Sheikhul Islami. Pra Ibn Taymija thot, meleku thot e di atë që tenton robi, pra në zemrën e tij, qoftë ajo e mirë apo e keqe, dhe kjo nuk është prej njohjes së gajbit, pra, e cila është e posaçme për Allahun. Pra ato nuk din atë që di Allahu, pra nga gjithdijshmëria e tij, po ashtu atë që Allahu ka shkruar pra në pllakën Lehi Mahfudh, përveç se atë që Allahu pra ju zbulon me lajkeve, pra nga kaderi i tij, nga ajo që u ka shkruar njerëzve, po ashtu si me lajkeve të veprave, po ashtu me lekut vdekjes ose me lekët që janë ndihmues, pra që marrin shpirtrat, po ashtu pra kur vin me leku i cili pra e shënon fatin e njeriu pra në barkun e nënës, pra si do të jetë caktimi i tij, gjatësia e tij, fizionomia e tij dhe gjitha këto me radhë. Pra gjitha këto Allahu i Madhërisëm u zbulon me lajkeve, dhe kjo është nga dija që Allahu jep dhe përfitojnë ato. Është përmendur se Sufjan ibn Uyeyne rahimahullah është pyetur se si e din me lekët atë që vendos robi, pra diçka për ta bërë. Dhe ai është përgjigjur, nëse robi vendos të bëjë një vepër të mirë, del prej tij erë misku, dhe kështu dy melekët e kuptojnë se ai ka vendosur të bëjë një punë të mirë. Nëse robi vendos të bëjë një vepër të keqe, del prej tij një erë e keqe, dhe kështu dy melekët pra e kupton se ai ka vendosur pra të bëjë një punë të keqe. E transmeton Ebu Bekr Dineweri. Kjo që thot Sufjan ibn Uyeyne rahimahullah, pra nuk ka qenë shumë e bindshme për Ibn Taymijen, dhe Ibn Taymija ka thënë, dija me lajkeve nuk ka nevojë për këtë gjë. Pra ata që është në zemër ato e din, madje edhe e shohin dhe e dëgjojnë për shpëritjen e shpirtit. Dhe shejtani
e rrethon zemrën e robit kur ai e përmend Allahun, pra largohet dhe kur shkujdeset ndaj përkujtimit për atë Allahut, atëherë ai hedh çytje. Pra në bazë të veprave tona kur bien, pra bie imani jon, shejtani ndikon më tepër, sepse normal na shikon çfarë veprojmë ne. Pra, edhe shejtani e di nëse e ka përmendur Allahun pra robi apo është kujdesur ndaj përkujtimit të tij. Dhe e di atë që pëlqen shpirti i tij prej gjërave mashtruese dhe ja zbukuron atij. Pra është saktuar në librin e saktë të Buhariut rahimahullah nga profeti alayhis salam se ka thënë shejtani lëviz në trupin e njeriu pra të birit Ademit si lëvizja e gjakut. Afërsia me lajkeve dhe shejtanit me zemrën e bijve të Ademit është çështje për të cilën kanë ardhur lajme dhe citate të shumta, qofshin ata pra besimtar apo mohues. E përmend Ibn Taymija rahimahullah në Majmu'ul Fatawa, pra vëllimi i 5, faqe 507. Le të shikojmë dhe në surën Sebe, ajeti 14, rastin e Sulejmanit alayhis salam. Kur ne vendosëm që ai të vdiste, askush nuk i njoftoi ata, thot Allahu i Madhërisht, për gjindet, për vdekjen e tij, përveç se një krimb të vogël, pra një krimb i vogël që breti shkopin e tij. Kështu vetëm kur ai u rrëzua e pan gjindet qartë se sikur ata gjindet për ata dinin të fshehtën, nuk do të kishin vazhduar të qëndronin në mundimin e rënd. Sheikh Sadi e shpjegon dhe thot, kur ne vendosëm pra që ai të vdiste pra, atëherë thot askush nuk i njoftoi ata gjindet për vdekjen e tij përveç se një krimi të vogël që breti shkopin e tij. Pra që do thot shejtanët vazhdonin të punonin për Sulejmanin alayhis salam dhe duke përmbushur pra çdo urdhër të tij. Ndërkohë që shejtanët i kishin mashtruar njerëzit dhe u kishin thënë se ata e dinë të fshehtën, se dinin të shihnin të ardhmen dhe çdo gjë që ndodh. Por Allahu i Madhërisht deshi t'u zbulonte njerëzve gënjeshtrën e shejtanëve në këtë pretendim. Kështu shejtanët vazhduan të punonin për Sulejmanin alayhis salam, kur Allahu vendosi që ta merrte profetin e tij. Sulejmani alayhis salam ndroi jetë dhe qëndronte mbështetur në shkopin e tij. Sa herë kalonin pra tij dhe shikonin të mbështetur në shkopin e tij, shejtanët mendonin pra se ishte ende i gjallë dhe e kishin frikë. Ata vazhduan të punonin pra një vit rresht sikurse është thënë, dhe kështu vazhduan ndërsa krimbi hante ngadalë pra shkopin e Sulejmanit alayhis salam. Kur shkopi u thye, Sulejmani alayhis salam u rrëzua. Atëherë shejtanët u përhapën dhe u larguan pra nga shërbimi i Sulejmanit alayhis salam. Vetëm kështu e kuptuan njerëzit se shejtanët nuk e dinë të fshehtën. Pra kështu vetëm kur ai u rrëzua e pan gjindet qartë se sikur ata pra gjindet ta dinin të fshehtën, nuk do të kishin vazhduar të qëndronin në mundimin e rënd. Ata kur nuk do të vazhdonin ta bënin atë punë të vështirë nëse do të dinin për të fshehtën. Atëherë pra do të dinin edhe për vdekjen e Sulejmanit alayhis salam, pra që ishin duke e pritur me padurim që të shpëtonin nga nënshtrimi dhe vuajtja. Pra, për me përmbledh dhe do ta mbyllim me ajetin e fundit të surës Luqman. Këtu kuptojmë pra që Allahu i Madhërisht pra me lajkeve u ka lejuar pra çështje që ti din, por jo se ato din atë që Allahu di pra, nga gjithë dishmëria e tij. Jo se ato din pra çka ka shkruar Allahu në Lehul Mahfuz, por Allahu i Madhërisht pra ju zbulon nga e fshehta pra çka të dëshiroj ai. Qoftë diçka për një meleku, diçka një tjetri mbas detyrave pra që i ka ngarkuar. Kështu që kjo është diçka që tregon plot fuqishmërinë e Allahut Madhërisht dhe se këto me lajke pra janë të ngarkuara edhe me detyra të tjera, përveç bindjes pra në shtrimit dhe adhurimit të Allahut Madhërisht. Kurse sa për shejtanët pra prej xhindve, në qofse e bën dhikrin pra, dhikrin sabahut, dhikrin akshamit, bën lutjen kur del nga shtëpia, bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah, atëherë pra je i mbrojtur sepse i ke edhe me lajket. Në qofse imani jot bie, atëherë ti bën vepra të pahishme, normal që edhe xhindët pra, shejtanët prej xhindve, atëherë pra ti din ato sifatet e tua, ti din tekat e tua, dobësitë e tua, dhe normal pra këto ja përcjellin pra njëri tjetrit derisa shkojnë tek magjistari, dhe ai pastaj thotë un pra di këtë, di atë, duke pretenduar se din gajbin. Pra, në tërësinë e përgjithshme, ata nuk e din gajbin. Përveç sa asaj që shikojnë, pra dhe informohen nga njëri tjetri. Por kjo ndodh sa më tepër dobësohet imani, aq më ekspozuar jenë ndaj tyre. Dhe elhamdulillah Allahu i Madhërisht pra lutjet nga Kurani dhe Suneti i Profetit alayhis salam pra i ka bërë mburoj. Le ta përmbyllim me surën Luqman. Allahu i Madhërisht thot: "Padyshim vetëm Allahu e di orën e caktuar, ai e zbret shihun dhe e di çka në barkun e shtatzënës pra, mitren e nënave,
Asnjëri thot nuk e di ç'do të fitoj nesër dhe askush nuk e di se në ç'vend do të vdes. Me të vërtetë Allah është i gjithdijshëm dhe njohës i çdo gjëje. Pra dija gjithëpërfshirëse i takon vetëm Allahut, Zotit të botrave. Kështu që nuk kemi pse të shqetësohemi nëse i marrim shkaqet dhe i bëjmë sebepet. Dhe sa më fort të jetë lidhja jonë me Allahun e Madhërisëm, aq më larg janë dhe shejtanët e mallkuar. E sa më shumë të dobësohet, aq më afër janë edhe ata. Prandaj kur njeriu i bën sebepet është i mbrojtur. Allahu na dhën dobi, e na dhën sukses, e të përfitojmë gjithë inshallah, dhe Zoti i shpërblet me të mira të gjithë ata që pyesin dhe duan të dinë dhe të interesohen për fenë Allahut Madhërisëm, dhe pyetjet në veçanti mund t'i adresojnë edhe hoxhallarëve, për shkak se ata kanë më shumë dituri, normal që edhe kanë studiuar dhe kanë qasë edhe në librat. Por unë gjithsesi mundohem më pak sa di, domethënë, duke interesuar dhe për këto informacione, duke u lumtuar për libra dhe duke përmbledh diçka të vogël. Edhe pse ndoshta nganjëherë marr disa minuta, por është e nevojshme për më sqaruar. Allah ju gjithëve, selam aleikum.